Është koha për bisedën e këtij edicioni të dashur shikues, ku sot do të shpalosim detaje rreth edicionit të dytë të një festivali mjaft të veçantë të filmit të shkurtër që organizohet në luginën e Preshevës, më saktësisht në Bujanovac. E mirëpresim mysafirin ton, aktorin dhe njëherë është themeluesin e këtij festivali, Kushtrim Aslani. Përshëndetje, mirë se ke ardhur në Ekspres dhe është gjithmonë kënaqësi kur të kemi në KTV. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit televizionit. Atëherë, unë e paralajmërova publikun se po kthehet me edicionin e dytë një festival që unë po e quaj të veçantë, që mban titullin pra Valley Film Festival. Fillimisht, para se të kalojmë te programe e gjithçka tjetër, nëse mundesh më tregu si kanë shkuar përgatitjet, ishte një edicion më i lehtë apo më i rëndë për të organizuar? Në kam mendu që kam qenë shumë më e lehtë këtë vit pas parasysh sfidat e vitit të kaluar. Po isha konë gabim, se këtë vit kanë qenë krejt sfida shumë më të vështira dhe të paprituna, ndoshta kjo ka qenë double. Këtë vit se edicioni dytë ndoshta ka pas 2 herë më shumë sfida se ai i pari. Do shta rritet edhe përgjithësia, po në anën tjetër edhe ju synoni gjithmonë me shku të e pasuru programin? Me pa tjetër, po këtë vit edhe ekipi i mbrëmshëm i Vallit është rrit pak se jenë angazhu njerëz për mbrëmje, na rrit pak se ekip. Është rrit edhe programi i Vallit, kështu që me të vërtetë ka qenë një sfidë për me bëu këtë edicion. Po më gëzon kjo që po e thua, që jeni rrit edhe si ekip, po edhe si program. E përpara se shpalosim detaje, po duhet edhe një pyetje që ndërlidhet me që është edicioni 2, ndoshta edhe mundesh më na dhënë kështu një mendim si është prit si festival Valley Film Festival nga qytetarët dhe komuniteti pra në Bujanovac. Vitin e parë të festivalit asna nuk dishëm çka jena të bëu. Do ishim me bëu një festival filmit edhe ashtu pritshmëritë kishim, po jo ato çka ndodhen se i thaj krejt pritshmëritë si edicioni i parë. Këtë edicion po presim që me sfidu veten për edicionit të parë. Sa i përket çështjeve të marketingut jemi mundu me bëu maksimumin me atë pak ekip sa kemi. Kështu që uroj që ja kemi dalë, presim më shumë se vitin e parë, realisht. Mirë, Kushtrim, tani po kalojmë tek ajo që është më e rëndësishmja, programi. Vini me një program të pasuruar, vini me një program që krahas filmave që garojmë pra në festival, keni sjellë edhe disa risi, sepse do t'i shfaqni disa filmat metrazhe të gjatë që janë ndër më të shikuar dhe më të suksesshme të këtyre vjetëve të fundit. Realisht e filmat e gjatë është konë ashtu një sfidë për selektim spari, për shkak se na si festival i ri, ndoshta edhe limitohemi kur i drejtohemi një producentit ose dikujt që është filmin të e shfaqë ende nëpër kinema. Po ajo që kam ka befasu, ka qenë qasja atyne. Se kom prit që kam pas shumë sfida, shumë pyetje, kështu që nuk ka qenë e tillë. Momentin që kemi adresu producentave, përgjigje kanë qenë kur mbahet, si kam e shku, çfarë formati ju vinë materialet me u dërgu, edhe në rregull, okay, po e dërgojmë. Këtë vit kemi 3 filmat gjatë, njëri është nga Malizi, njëri është nga Maqedonia dhe njëri është prodhim vendor nga Kosova. Ti shpalosi? Po, patjetër. Okej, është filmi Nderi i Malit të Zi. Filmi i cili ishte konkurrent edhe për Oscar. Po, nga Malizi. Është Nikola Vukčević. Është filmi vendor Okarina i Alban Zogjanit. Një film që ka rrugtuar shumë mirë. Ka rrugtuar shumë mirë edhe kam lexuar shumë kritika pozitive për filmin. Edhe nga Maqedonia është filmi i Bërdearit, krejt po thrasin në Regjën. Një film që me të vërtet ka pas suksese thujse në gjithë globin. Tash sfundmi ishte edhe në Kinë. Po. Dhe po vazhdon të mbledh shumë publik në kinema, gjë që është pak më e rrallë për filmat. Për filmat vendor pak më e rrallë, po shumë mirë që kemi fillu me u vedisu, kemi fillu me dasht kineman edhe me u rikthy kinema, se një kohë ka qenë një trend me shkufat në kinema, tash është rikthy kinemaja shumë mirë. Falë punës që po bëhet, si nga filmbërësit tanë, po edhe festivalet e kanë një rol në këtë, sepse në momentin që e promovojmë filmin dhe e shfaqim për shikuesit, zgjohet edhe kurreshtja, pastaj me shku me pa në ekran. Me tonë drejtën e donë krejt ideja e Valley Film Festivalit ka rrjedh duke pas parasysh që në Lugin nuk ka kinema aktive, nuk kanë mundësi
është ma vështirë me shku prej 100 kilometra me pa një film, se na kene manë ma profesionali që kene më safër të në Shkup ose në Prishtinë. Po. Kështu që ka qenë kjo si ide që me boni një festival të filmit në qytet, edhe gradualisht me rritë dëshiren për me shku në kinema. Po, a ka Bujanoci adhurus të filmit? Për që di, vitin e kalum, këm pas shumë të ri, që këm pas shumë interes me pa filma. Edhe më besoj që ajo është që ka na duhet, të rritë me ishti me eduku për me pa filmi. Sigurisht. Mirë, të shpalosim pak edhe pjesën tjetër të programit, sepse ka edhe shumë filmat të tjerë që do të shfaqen si vendorsi të huaj. Na trego sa ka pas interesim për pjesëmarrje nga regjisorët e gjithçka tjetër. Interesimi ka qenë normal, bashkëpunimi me Fakultetin e Arteve gjithsesi ka qenë, kanë dërgu studentat filmat e tyne, kanë dërgu filma thujse prej kitë Balkanit, këtë një gjatë që është e mirë që veç është thyja e tabuja mos tjetë vetëm film i pakicës shqiptare ose vetëm film shqip. Këtë vit kemi film nga filmat shkurtë, dokumentar nga Malizi, nga Shqipnia, Macedonia Veriut, po edhe Serbia. Kemi 2 filma që janë prodhu në Serbi. Po. Na e kena pak këtë tabun, mos për paragjikojnë se jena shqiptarë në Serbi, mos nuk përdojnë mi dërgu filmat, po jo. Jo, këtë vit e kena pa që njerës në gjikojnë ndryshe. Ndoshta kjo qasja politike është ma vrullshme, po njerëzit, artistat e shohin për perspektivave ndryshme. Sigurisht kjo gjë ka rëndësi. E ne e dim që Valley Film Festival karakterizohet edhe me diçka tjetër përveç filmit, sepse gjatë mbarvajtjes së festivalit, që këtë vit organizohet edicioni 2 me 19, 20 dhe 21 qershor, shoqërohet edhe me aktivitetet të tjera, siç janë disa punëtori dhe diskutime. Çfarë do të ketë si vjet? Çfarë keni planifiku? Këtë vit do të kemi 3 punëtori, ato që shumë këm dashtë me bo edicionin e parë, po s'kena mujt me adal, këtë vit arritëm. Punëtorit kanë me folë, ina fokusu të këfilmi, edhe aty është fokusi. Këtë vit kena me folë për skenarin, për realizimin e filmit, edhe punën me aktorin, po edhe punën e postproduksionit. Menoj që është shumë rëndësishme për nxansat e tonë, se ato kryesisht bëhen me nxansat shkollës mesme, për shkak se nuk kanë qasje në informatë. Edhe këto e në punë profesionale edhe kemi angazhu profesor edhe regjisor cilët kanë një bagazh shumë të madh mbrapa edhe besoj që kanë me dhonë maksimumin e tyne me atë pak kohë sa kemi ato 3 ditë gjatë festivalit me punu me nxansa edhe me pa në praktik se si realizohet një film. Po si qëndroni me këtë bashkëpunimin me komunitetin, sepse ju duhet bërë ftesën këtyre profesorëve dhe këtyre profesioniste të themi kështu të fushës së filmit, të cilët duhet ndoshta t'i lënë të gjitha angazhimit e tjera për të pranuar që të bëhen pjesë e Valley Film Festival. Si e konsideron këtë bashkëpunim? Unë këto pak a shumë tash po flas në atë aspektin kombëtar e konsideroj një kontribut jo vetëm festival, po dhe një kontribut për këtë komunitetin që jetojmë atje, kryesisht pakicën shqiptare. Se nuk është e vështirë, nuk është e lehtë në falë, të largohesh 3-4 ditë për punës, rutinës tonë në Prishtinë, se ku je, të vish në Bujanoc, mirë po, unë i falenderoj shumë, se kjo është ajo që po them, është kontribut i përgjithshëm, nuk është vetëm të festivali ose ta bojnë si kushtrim. Kështu që i falenderoj nga zemra. Tjetër. Kushtrim po du pak me unual të kjo pjesa, sepse ti tregove dhe më herët që kur ju jeni drejtuar kështu regjisorëve e producentëve të mëdhenj për me i sjell filmat, edhe në këtë rast kur komunikoni me këta profesionist për të bashkuar në festival në çfarëdo forme qoftë për masterklasa, debate dhe gjëra të tilla, keni gjetur falë Zotit, deri tani bashkëpunim. Mendoj se mund tjetë ndoshta edhe kjo që në përgjithësi, në Kosovë, shumë rrallë kemi ngjarje për t'i promovuar nga Lugina, sepse mungojnë atje ngjarje dhe ne e dim për shkak të shkaqeve politike e gjithçka tjetër. Kështu që mezi presim që në një formë të kontribuojmë, pra e nin secili një lloj, të themi kështu, obligimi.
Tonë drejtën ato nuk më kanë tonë në këtë formë, po unë e kuptoj se e kanë edhe këtë ndjenjë si obligim moral me dhënë kontributin e vetë për luginën, edhe i falenderoj, e thash edhe ma herët. Aktivitetet në luginën e Preshevës janë të pakta, janë shumë të pakta. A kena nevojë me pas shumë aktivitete? Po. A kena mundësi mi a dalë me pas ma shumë aktivitete? Jo. Se për sa për info për shikus të KTV-s, Bujanoci dhe Presheva janë komunat më të varfëra në krejtë Sërbinë. Kështu që aty mbetemi. Po çka mund të them është që mos ta humbim shpresën, të punojmë. I falenderoj krejt që kanë kontribu, sepse kemi shumë njerëz që ndoshta edhe nuk i shohim kush janë, po që mbështesin këtë kauzë edhe mendojnë që është njëna prej kauzave më të mira për luginën e Preshevës momentalisht, që është jashtë politikës. Po në këtë rast duhet falenderuar dhe juve si organizator, por edhe të gjithë vullnetarët që i bashkohen velloj film festivalit në këtë edicion të dytë që shpresoj që nuk do të ndalen edhe në edicionet e ardhshme, sepse fal jush, pra po mrini me organizu një festival të filmit që nuk është gjë e lehtë edhe pikrisht në Bujanoc. Po du me undal pak edhe të kjo pjesa, sepse keni deklaruar në disa intervista që synimin, një prej synimeve të festivalit e keni që me jasjell pak jetën, gjallërin Bujanocit. Në këtë rast, vazhdoni me qëndru të ky synim, apo keni edhe diçka tjetër që... Vetë festivali, vetë këto ditë festivalit, edhe pse janë shumë të ngarkume, shohim që ndrojnë rutinën e qytetit. Vinjat, shka po bëhet, pyesin për filmat. Do të thotë, është veç ka fillu me u bot trendi ndryshimit. Kështu që festivali ndryshon në rutinën. Edhe e bon pak më të lumtur qatinve, pak ditëve, pak e bon një risi më rënda qytetit. është në qëndroj prapa aty, menoj që festivali ka me urrit të e pas qëtë fokus në ndryshimin e rutinës edhe rrisive që i sjell. Po, apo kanë mundësi këtë energjinë e festivalit me ndje edhe nga diaspora, qytetarët të cilët kthehen në vendlindje në këto ditë të ngrohta? Ato diasporës du mi përshëndet, kështu prej zemrës se pa ndihmën e tyre ndoshta nuk ish bo as edicioni para as kjo edicion. Uroj që krejt kanë më këthy prej diasporës dhe kanë më këthy në Bujanoc në Preshevë, në ato vende që fatkeqësisht po zbrazën, po zdi unë ndoshta nuk jam konkur tip që këm dasht në kurbeti nëse po prap, menoj që një ditë në një formë ose një tjetër kanë marrë me kontribu në këtë vend. Sigurisht. Dhe e bëjnë këtë, edhe nëse nuk vinë për tjetuar, e bëjnë në forma të ndryshme, sepse mendjen e kanë vazhdimisht në vendlindje, kjo gjë ka rëndësi. Atëherë, festivalet kushtrim përveç aspektit argëtues, sigurisht, nuk kemi se si ta mohojmë, luajnë një rol të mirë edhe në rrëfimin e historive që janë të rëndësishme për publikun e vetë, përmes filmit. A keni si vjetë rrëfime të tilla në festival, në program, edhe a ka ndikuar ndoshta edhe kjo temat që keni dasht me i prek për mes filmave në formulimin e programit? Tash, është një filter i jashtëzakonshëm kur i filtrojmë filmat për një pas në festival. Ka shumë filmat të mirë, cilët për shkaqe të temave të cilat trajtojnë ne nuk mund të shfaqemi. Kjo jo pse na nuk dojmë, po për shkak se rrezikojmë për me ndërprej krejt festivalit. Prandaj na nuk e kena qëllim për me ndërprej festivalin, e kena qëllim që me vazhdu ki festival, andaj temat i kërkoj shumë falje plot të regjisorëve cilët mi kanë dërgu filmat që janë shumë të mirë, po që temat kanë qenë temat luftës. Na dim që atje është shumë presion i madh edhe jena përcjellje vazhdimisht sa i përket kësaj. Për ndryshe edhe vitin e kalum, edhe këtë vit kur e kena bo kërkesën për me mbajt festivalin, sepse duhet të paraqesim një kërkesë në stacionin policor, na është kërku edhe lista e emrave të filmave, edhe të regjisorëve. Kjo ndoshta është protokoll, mirë po për neve ka qenë një farë presioni me zgjedh filmat cilët nuk mund të shquhen si filma provokativ për palën tjetër. Patjetër.
po kjo është një prej atyre sfidave me cilat përballeni, sepse ne në Kosovë tashmë nuk e kemi këtë problem kur organizojmë festivale, por që atje vazhdon me qenë goxha. Atje nuk është e tillë. Nuk është e tillë edhe është presion. Me ose pa dashje mund ta them haptas që ekziston presioni publik. Se kom përmend shumë në për intervista, nuk deshta në intervist, po për presionov ka qenë edhe ajo e blokimit të fondeve të ndara nga qeveria Kosovës për luginën e Preshevës. Edhe ajo është vazhdimësi e këtive presionove që bëhen. Patjetër. Gjë shumë e keqe, por që shpresoj shumë shpejt që të kemi mundësi të i kalon edhe këto vështirësi. Pse jo, festivalet janë shumë të rëndësishme, qoftë për të edukuar edhe gjeneratat e reja, po njëkohësisht edhe për të argëtuar, sepse nuk ka gjë më të mirë se filmi, muzika, kështu për me ngjall qytetin. Uroj që këtë vit të jetë edhe më ndukja i ndryshimi këtive 3-4 ditëve të festivalit. Uroj që vitin tjetër të mund të rritemi si festivalet të bëjmë edhe 5 ditë festival, po kjo kejtë varet edhe prej faktorëve tjerë. Patjetër. Mirë, unë po du me shfrytëzoj rastin këtë intervist, pra sa më shumë me i tregu edhe këto gjana, sepse është shumë e rëndësi që në çdo edicion të shkoj vellej duke u rritur, e pse jo, pastaj në bisedat e ardhshme të mos flasim për sfidat, të flasim veç për programin edhe për arritjet. Kushtremi jemi si në fund të bisedës, ne të gjithë që të njohem e dinë se me profesion një edhe aktor, po që e more përsi për një iniciativë për themelimin e Velloj Film Festival në trego, sot kur e shikon ashtë të marrë kahe festivali edhe apo duket ashtu si që kishe imaginuar kur të lindi ideja për këtë festival? Tash, por mos me imbet borç edhe kolegëve bashkëpunëtorëve që më kanë ndihmu, ka një ekip shumë të madhe mbrapa, cilët më kanë motivu edhe më kanë nejtë mbrapa dhe për marrë dhe të rruga për më finalizu si ide. Po i falenderoj krejt, Blerimin, Miranin, Flakronin, po dhe regjisorët, kolegë cilët vazhdimisht më kanë folë dhe më kanë nejtë mbrapa për kësa idejës dhe në realizim. Unë jam vesh njoni prej atyve themeluzve, po gjithsesi faleminderit që ata po vritojnë me folje, tash ai kushtrim se... Po të shojmë vetëm ty në ekran. Kështu që nuk jam vetëm, janë edhe ata tjerët, po unë foli pak më shumë, i përshëndes. Mirë, po unë nuk mbeti që tjetër vetë se mi uru një edicion të suksesshëm, sigurisht se derën e Koavizionit e keni gjithmonë të hapur, me ardhë, me folë për filmin, me folë për projekte dhe gjithçka tjetër. Faleminderit shumë. Faleminderit e Don, faleminderit Koavizion. Është kënaqësi, faleminderit.